Takohen një ditë lepurushi Helen dhe breshka i lire, e bukur, e bardhë, e mrekullueshme, edhe lepurushi Helen i bardhë ishte. Dhe vendosin të bëjnë një garë. Kuptohet që lepurushi e fitoi garën, ishte më i shpejt, më i zgjuar, kafsha më dinake, në fakt është lepuri. Dhe jo vetëm kaq, po ishte edhe mendje madh dhe i thot breshkës: "O ndyrësire, o fliqësire, o gjepist, o ngadalësire, o bardhësire", megjithëse edhe ai vetë ishte i bardhë. Dhe breshka e pranon humbjen. Kuptohet, breshka ishte brengosur dhe i thot lepurit: "Dëgjoj. Kjo garë tani filloi, por do zgjasi me mijëra vjet dhe ne nuk e dim se kush do dali i fituar. Por t'i quajmë këto lojra olimpike në malin Olympus, pranë banesës së ilirëve në qytetin Elis, kur zbuluar fjala bra, vëlla. Të lutem, i dashur lepur, shënoje fitoren tënde mbi shpinën time." Dhe lepuri jo vetëm që shkruajti fitoren e tij mbi shpinën e breshkës, por e katranosi breshkën. Ja bëri shpinën kuti të bardha dhe të zeza, të dashur shqiptar. Të bardha dhe të zeza, shpina e breshkës. Dhe atje ai shkroi fyrit më të rënda: Drilon, organ mashkullor. Breuki, vemi e bretkosash. Labiatan, buzë e organit femëror. Ilion, organi femëror. Dardan, i lyer me mjalt. Dhe kështu ai shkruajti të gjitha fjalët e pista në kurrizin e breshkës. Por shkruajti dhe fjalën bardha kometes. Dhe tani breshka ngordhi. Zhgualli i breshkës u gjet vërtet 3000 vjet më vonë, të dashur shqiptar, të dashur penest, të dashur drilon. Dhe një shqiptar, një penest nga Dibra, lexon mbi shkrimet e gjetura në Azinë e vogël, në Thraki, në Iliri, në Helladë, në Dalmaci, i studion këto shkrime mbi 30 vjet dhe gjen aty bardha kometes. Çfarë është bardha kometes, të dashur Ilir, të dashur Pellazgë me kryeqytetin Skotousa, që do të thotë errësirë nga fjala Skotos, hije. Ç'është kjo bardha kometes? Është emri i kometës, të dashur shqiptar. Çfarë ishte kometa? Ishte një perëndi, sepse njerëzit nuk e dinin çfarë ishte kometa, me flokë të gjata të bardha. Kjo është bardha kometes, të dashur shqiptar. Po përse grekët nuk e quajtën bardha kometes Leuko kometes? Sepse në greqisht ky fenomen quhet kakofoni. Kakos do të thotë jashtëqitje në greqisht, është origjina e fjalës i keq në shqip, kakos. Kak, gjithashtu në gjuhën shqipe, të dashur shqiptar, është zëri i natyrës, në fakt, që del kur bëhet kaka. Dhe fonia do thotë zëri. Pra, që të mos ndodhë zëri i kakës ose zëri i keq, fjalë që mbarojnë me k, në fund, nuk mund të bashkangjiten me emra të tjerë që fillojnë me k. Pra, në greqisht do t'ishte Leuk kometos, sepse Leukos do thot i bardhë në greqisht, dhe po t'ja heqësh mbaresën e emrave mashkullor os, mbetet Leuk, i bardhë. Dhe nuk mund të shoqërohet Leuk me kometes, sepse do të ndodhte kakofoni ose zëri i kakës, të dashur shqiptar, se grekët janë shumë të pist, që ta dini. Në fakt janë kombi më i pist dhe më demonik në botë. Dhe ç'bëjnë grekët?
Gjejnë fjalën ilire bardylis, që do të thotë e bardhë, bardhësi, është regjistruar në gjuhën kelte për fat të mirë bardh me th të pazëshme dhe me dhë në gjuhën e dalmatëve të zëshme. Pra kjo është fjalë e pastër ilire, e regjistruar në dokumentat greke dhe shkruar mbi shpinën e breshkës të dashur shqiptar si një fyerje, që ajo ka kuti të bardha dhe kuti të zeza. Kjo zezonë dhe kjo bardhonë, greku ja shënon mbi kurisë të gjitha fyerjet. Pra ngordhi breshka dhe mbas 3000 vjetësh Penesti gjen zhguallin e breshkës me fyerjet greke dhe provon që breshka është indigjene, në greqisht autoktone, nga autos vet dhe ktonos do të thotë dhe tok. Pra shqiptari, breshka ilire, vërtetoj që është autoktone duke qenë analfabete, e ngadaltë, ngordhësire, ndyrësire, drilone, breuke, peneste, breshka të dashur shqiptar e vërtetoj që është breshkë, sepse në kurizin e saj, Lepurushi, Helenushi, shkruajti të gjitha fyerjet kundër breshkës. E kujt i shkoi ndërmend një gjë të tillë? Penestit nga libra të dashur shqiptari shkoi në mendje dhe e gjeti fjalën bardha kometes, që nuk mund të ishte leukokometes për shkak të kakofonisë, zëri i kakës, dhe mbeti në fund pra bardha kometes, që do të thotë komet me flokë të bardha. Po e nga e di Penesti një gjë të tillë, sepse fjala komet është përmendur nga Homeri dhe do të thotë grua me flokë të gjata. Kometes është grua me flokë të gjatë. Dhe nga që kalonte shumë rrallë në tokë, një njeriu i ndodhte vetëm një herë në jetën e tij të shikonte një komet, sepse mesatarja jetës në atë kohë ishte 40 vjeç, maksimumi. Pra, kometa Halley shfaqet një herë në 80 vjet. Është kometa më e famshme, më e bukur, me flokë të gjata, sepse akujt në komet fillojnë dhe shkrinë kur i afrohet diellit dhe krijohet një bisht me gazra të bukura të hidrogenit dhe oksigjenit që pasqyrojnë pikërisht rrezet e diellit dhe kështu lind kometa me flokë të gjata. Bardha kometa. E kam gjetur të dashur shqiptar në shpinën e breshkës, në zhguallin, pra breshka ilire fitoi garën me Lepurushin Helenushin. Ta shikojmë sepse ka qenë një garë 3000 vjeçare, por Penesti e gjeti që stërgjyshja e tij, breshka, me shpinën të zhgaravitur nga Lepurushi Helenushi, breshka ishte më e zgjuar, më dinake se sa padroni i saj i shpejt, këmbë shpejt Lepurushi Helenushi. E ta shikojmë bashkë sepse ky është filmi më madhështor në historinë e rrjeteve sociale. Është filmi më shkencor dhe më madhështor. Më i papërsëritshëm, prandaj mudesh të veshesha me rroba të bardha, si breshka e dikurshme ilire, po tani është me njolla të zeza të zgaravitura nga Leprushi Helenushi. Ta shikojmë bashkë këtë garë 3000 vjeçare. Të dashur shqiptar, të dashur ilir, ky është filmi më i frikshëm, sepse është diçka e vërtet, jo e stisur. Në helenisht kemi emrin Bardhanas. D-ja bëhet D vetëm në helenisht dhe në shqip në fund të temës së fjalës. Një mbishkrim tjetër, Bardhais, është një emër i Herakliut ose Herkulit. Përsëri, kemi një emër mbiemëror, Bardhias, e pabesueshme. Në Maqedoni, e gjetur tek shqiptarët maqedon, të lashtë. Kemi emrin mbiemëror, Bardhinos, të dashur shqiptar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore.
është gjetur në Thesaloniki. Kemi një emër tjetër në Maqedoni, Bardhinos, emër mbiemëror në helenisht nga fjala i bardhë. Dhe kemi në skythinë e vogël një mbishkrim, bardha, që ekziston vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën kelte të dashur shqiptar është emër femëror, grua e bardhë. Kemi bardhinu në rasën gjinore, në helenisht, Helenushi, Lepurushi e ka shkruar këtë në shguallin e breshkës dhe ka mbetur për 3000 vjet të dashur shqiptar. Shkoj më tutje, në Lidi është gjetur bardha, bardha shqiptare që ishte bardha në gjuhën kelte të dashur shqiptar, të dashur pellazg, quajeni veten si të doni, por fjalët janë të rëndësishme dhe jo emri. Tani, në gjuhën helene, yja bëhet i, dhe Bardhyleus në gjuhën ilire bëhet Bardhileus në gjuhën greke të dashur shqiptar, emër mbiemëror, të shkojmë më tutje. Kjo është gjetur në Troj, në Azinë e vogël, të dashur shqiptar, Troja që është Dardania, dhe është gjetur emri Bardha Foka ose Foka e bardhë, të dashur shqiptar. Shkojmë më tutje. Është gjetur një tjetër tokfjalësh me rënjën bardha të dashur shqiptar. Shkojmë më tutje në një vend që quhet vendi i ujkut dhe prapë është gjetur emri Bardha Foka tek keltët në Azinë e vogël që kanë ardhur nga Prygja, emri i Epirit që do të thotë bregu në gjuhën shqipe. Përsëri, e gjejmë në vendin e keltëve emrin Bardha Kometu, fjalë për fjalë, komet me flokë të bardha. E kuptoni apo jo? Është gjetur në një vend që quhet vendi i ujkut, fjalë për fjalë. Olkinion në gjuhën shqipe, vendi i ulqinit. Shkojmë më tutje, përsëri bardha është gjetur në Azinë e vogël tek keltët. Është Bardholiu. E kuptoni, është emër i gjinisë mashkullore në gjinore. Është Bardhylos në gjuhën ilire. Pra yja është bërë i në gjuhën kelte dhe në gjuhën greke të dashur shqiptar. Dhe në fund kemi Hermes Bardhas ose Hermesi i bardhë, sepse Hermesi ishte një perëndi që vendosi në statuja buzrrugëve për të udhëhequr udhëtarët dhe tregtarët. Dhe statujat ishin të bardha, pra ta quheshte Hermesi i bardhë, të dashur shqiptar. Këtu është emri Bardhos, është gjetur në Siri, të dashur shqiptar. Këtu është në rasën gjinore Bardhu, nga Bardhos. Pra ishte në gjuhën ilire Bardhos dhe në gjinore Bardhu mbiemër. Përsëri kemi Theou Bardhas ose Zoti i bardhë në Siri, të dashur shqiptar. Pra, kjo është origjina e emrit Bardhylis. E kuptoni apo jo? Tani Bardhylis është emër i gjinisë femërore në helenisht dhe në gjuhën e Cakonias është Bardullis me një l të fortë. Në gjuhën e Cakonias l-ja bëhet l, po ashtu edhe në gjuhët slave. Pra origjinali ka qenë me l, Bardhylis, dhe është bërë Bardyllis në gjuhën e spartanëve. Ky është emër i lakimit të tretë, domethënë është emër i gjinisë femërore, po përdoret gjithashtu edhe për meshkujt si fyrje, domethënë je si grua me flokë të bardha. Fjalë për fjalë do thotë o bardhyle. Përdoret për të fyer mbretin i lirë nga Filipi i Maqedonisë kur e mundi Bardhylin. I vuri atij një emër femëror. Pra, e ka kthyer emrin femëror në mashkullor për ta fyer mbretin i lirë. Është një sharje. Dhe tani, Gjeniu Penest nga Dibra, gjen perëndin Genetyllis të krijuar një lloj si Bardhylis, dhe fjala Genetyllis është krijuar me prapashtesën yll
ose yll, që është prapashtesë përkëdhelëse në helenisht, në latinisht, por edhe në gjuhën shqipe, çamët thonë DTL, që do të thotë ere detit, është prapashtesë përkëdhelëse në gjuhën e çamëve të dashur shqiptar, një lloj si në helenisht. Kjo është perëndia e lindjes. Pra, siç kemi në Shqip perëndinë e vdekjes, orët dhe zanat, në gjuhën helene kemi perëndinë e lindjes, Genetyllis. Nga fjala genete, që do thot perëndia e lindjes. Shqiptohet geneti ose jeneti në greqishtën e sotme, por unë po ju jap shqiptimin origjinal iliro-helen. Këto ishin perëndi të puthjes, të dashurisë, shoqëruese të Elithias ose perëndia e lindjes dhe e Afroditës. Pra një lloj si u formua Genetylides, po ashtu është formuar në gjuhën shqipe dhe në atë ilire Bardulides. Dhe nga e dim në këtë, ky është shumë si Helen, ilir të dashur shqiptar. Pra, çfarë ndodh? Në gjuhën helene me mbaresën is janë vetëm emrat femëror dhe një lloj siç u krijua fjala Helenis, grua Helene, nga Helen, burr Helen, dhe Yliris, grua ilire nga Ilirios, burr ilir. Atëherë, edhe emri Bardylis është krijuar nga Bardos, siç e pat më sipër. Burr i bardh, Hermesi i bardhë. Pra, kjo mbaresë i prapavendoset prapashtesës përkëdhelëse yll ose yll në gjuhën helene dhe atë çame, dhe kemi Bardylis, është emër femëror. Pra, praktikisht Leprushi Helenushi e ka sharë Bardylin, i ka vënë emrin e një femre. E kuptoni apo jo, dhe ilirët nuk e dinin që kjo është sharje. E zbuloi Penesti nga Dibra sot. Pra, Helenushi, Leprushi, ky është emër femrash, Bardylis. Pra në shqip do të ishte o Bardyle. Dhe këtë emër e kanë shumë shqiptar, është emër grash, jo burrash. Emri i burrit ishte Hermes Bardos, Hermes i bardh. Bardylis është fjalë përkëdhelëse për perëndinë e bardhësisë. Dhe vetëm në gjuhën helene ekziston fjala komet, do të thotë grua me flokë të gjata, kometa. Dhe bardha kometa do të thotë grua me flokë të gjata të bardha. Dhe vetëm në gjuhën e Homerit ndeshim me epitete të dyfishta. Pra kjo është fjalë e Iliadës. Është hequr nga Iliada. Sepse është redaktuar Iliada, e pan Helenët që kjo ishte fjalë ilire dhe hoqën. Ka mbetur vetëm fjala kometa në gjuhën e Iliadës, ka qenë bardha kometa. Komet me flokë të bardha. Por ka mbetur në mbishkrimet në Azinë e vogël. E pabesueshme. Grekët kanë ndryshuar Iliadën, por bardha kometa ka mbetur në shpinën e breshkës. Kur Leprushi Helenushi nuk e dinte që përkohësisht e fitoi garën me breshkën, por gara është e gjatë. Breshka ngordhi, edhe Helenushi, Leprushi ngordhi, dhe grekët e sotëm janë bizantin. Me aq sa janë meksikanët spanjoll, me aq sa janë brazilianët portugez, po aq janë dhe grekët e sotëm helen. Pra janë përzier me të gjitha popujt e Bizantit. Dhe ka dalë greku i sotëm. Sidomos grekët koptik, atje ka lindur greqishtja moderne, në Aleksandri, në Egjipt. Janë përzier racat afrikane me helenët, prandaj helenët janë pak si ezmer në krahasim me albanët. Prandaj kemi emrin Alban, e kuptoni apo jo? Po s'kam dashur ta them në filma të tjerë. Ja, kjo është emri i albanëve. Se kush i thot vetes i bardh?
Ç'kuptim ka ti thua vetes i bardh? Pra, është egzonim ose emër i jashtëm që ta vë dikush tjetër, kur e shikon që ti je më i bardh se ai. Përfundimisht, bardha kometos, bardha komete, komet me flokë të bardha, është perëndia më e bukur, dhe gjëja më e bukur është kjo. Bardylia është emri i malit me borë në Greqi. Pra, shqiptarët për fat keq janë pellazg. Unë e kam mohuar sepse nuk dua që Greqia të pushtoj Shqipërinë. Po Greqia ka qenë e banuar me shqiptarë dhe kjo nuk kam asnjë lloj dyshimi. Unë kam gjetur mbi 4000 toponime arvanitase në Greqi. 4000 herë Leprushi Helenushi i shpëtoi dora, filloi të shkruante në zhgullin e breshkave, breshkat shqiptare, breshkat drilone. Zhgulli i breshkës mbijetoi. Pra unë gjithmonë kam thënë që atje ku kanë qenë drerët me siguri kanë qenë shqiptarët, sepse drerët kanë lënë fosilet e brirëve, por shqiptari s'ka lënë asgjë. Po kemi të bëjmë me breshkat ilire, zhgulli i tyre, në të cilin kanë shkruar leprushët helenushët, të bindur që po e fitonin garën, dhe garën e fitoi zhgulli i breshkës. Ju betohem. Ne e fituam garën, breshka xhint. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor breshka ilire, me shpinën të mbushura me shkrimë helene, bardha kometes. Kometë me flokë të bardha është metafora më e bukur e Homerit që është hequr nga Iliada. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.